Po në pjesën shqiptare të liçenit të Ohrit, ne jemi një agjenci turistike ujore, e licencuar dhe kryejmë disa itinerare të ndryshme për të eksploruar bregun e liçenit tonë. Është diçka e bukur, grupe shoqërore familjare dëshirojnë që të bëjnë edhe guida të ndryshme, pyetje përgjigje, histori, kulturë, liçen, natyrë, të gjitha ofrohen pak a shumë. Njëkohësisht kemi disa itinerare, një nga ata është edhe ky që jemi ne sot, është itinerari Pogradec Dogane Tushemishtit. Dhe këtu jemi në një habitat shumë të mirë, në lidhje me florën dhe me faunën, në të cilët gjejnë atë habitatin e tyre të folezimit të zojshve. Këtu mund të bëjmë birdwatching ose shikimin e zojshve me dylbi, një sport i bukur. Njëkohësisht edhe pjesa nënujore është e mirë, sepse kemi një zonë në të cilën rriten në formë të natyrshme edhe peshqit e ndryshëm që janë këtu, krapi, kleni apo dhe llojet e tjerë të peshqve. Ndërkohë Korani me Belushkën janë pak më në thellësi. Po edhe vendasit ka një interes shumë të mirë, janë nga qytetet e tjera të cilën kërkojnë një eksperiencë ndryshe, se deri dje ishin vetëm nga pjesa toksore, tani duan edhe pjesën ujore.